Nuk është puna që ti nuk di të shesësh, është që ti ke lidhur shitjen me atë të pasjellshëm komunikimi dobët. Ti ke lidhur shitjen me ndjenjën e turpit, me ndjenjën e manipulimit ose dështimit të mëparshëm. Tani, këto gjëra, 5 gjëra duhet i bësh me njëherë. E para, ndalo së menduari se shitja të ul autoritetin apo profesionin tënd. Shumica thonë, tash unë jam ekspert kontabël, unë jam doktor, nuk jam shitës. Shitja, unë jam graphic designer, unë jam arkitekt, unë jam pronar biznesi, unë nuk jam shitës. Shitja nuk e zvoglon vlerën tënde. Përkundrazi, e rrit dhe e bën më të dukshme. Shitja është mënyra si ti komunikon qartë se kush je, çfarë ofron dhe pse puna jote ka shumë rëndësi. Nëse nuk e tregon vetë vlerën tënde, të tjerët do të shohin thjesht si një operator i mirë, jo si një profesionist me ndikim. Dhe kjo është padrejtësi ndaj vetes tënde dhe gjithë punës që ti ke bërë. 2. Hiq dorë nga justifikimi kam provuar dhe s'funksionon. Nuk është që nuk ke bërë përpjekje, është që ke punuar me sistemin e gabuar. 3. Ndrysho pyetjen, a jam unë për shitje? No, pyetje gabuar. Pyetja saktë, a jam unë gati të jemi lirë? Sepse shitja nuk është manipulim, fiksoje mirë këtë. Shitja është që të ndihmosh të tjerët. 4. Mëso të flasësh për vlerën tënde me qartësi pa u justifikuar. Esma, një pronar i biznesi me të cilët unë kam punuar muajt e fundit, prodhonte art, por fitonte pak. Jo sepse nuk kishte talent, jo se nuk kishte ndonjë produkt mahnitës, por sepse nuk dinte të fliste për veten, nuk dinte të artikulonte vlerën e vërtetë të produktit të saj, në mënyrë që klientët të ishin të qartë për diferencën e madhe që produkti i Esmës kishte kundrejt këtyre konkurrentëve të tjerë. Për më pak se 3 muaj, kjo jam unë, thot Eldiana. Yes, welcome to the club, Eldiana. Për më pak se 3 muaj, punë intensive bashk, unë me Esmën, ajo arriti të bënte kontratën e saj të parë 10.000 euro. Dhe e 5. Kupto këtë gjë. Shitja nuk është për ata që duan të manipulojnë. Është old school. Shitja është për ata që kanë vlera të mëdha dhe nuk pranojnë të lënë të tjerët të vendosin kufit e tyre. Kujdes, nuk lënë të tjerët të vendosin kufit e tyre. Sepse nëse nuk shet ti, nëse nuk vendos ti çmimin tënd, tregu do të ta ulët. Në atë rast ti nuk je ti që merr vendime, janë tjerët. Të pyes, do doje ti që të tjerët të vendosin për ty, për shembull të vendosin të tjerët sa ti duhet shesësh. Të vendosin të tjerët se sa do të fitosh ti tek biznesi yt. Çfarë stili jetese ke? Çfarë makine nget? Të të imponojnë të tjerë se ku ti jetosh apo ku ti kalosh pushime. E do këtë gjë? Shkruaj në çfarë përgjigjen. A e do ti që të tjerët të vendosin për ty?